Sportet ekstreme po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e sportëtarësve në mbar botën, falë adrenalinës që ato përcjellin. Të herë pamjet spektakolare, por edhe jashtëzakonisht rrezikshme vijnë nga Kroacia, aty ku amerikania Faith Dickey është bërë protagoniste e kalimit të një prove jashtëzakonisht të vështirë. Videoja që jeni duke ndjekur tregon 23 vjeçaren Dickey, e cila është duke kaluar mbi një litar të lidhur me 2 kamion që janë në lëvizje. Nëse kamionët do të ishin në vend numro, thuajse asgjë nga ky veprim nuk do të konsiderohej e rrallë. Por amerikania Dickey e ka ndërmarrë këtë veprim shumë të rrezikshëm në një kohë që 2 kamionët ecnin paralel në një autostradë të Kroacisë me një shpejtësi gati 80 km/h. Veç të tjerash, ky kalim i 23 vjeçares nga njëri kamion në tjetrin mbi një litar të hollë duhet të kryhej brenda një kohe të caktuar, përpara se kamionet të ndaheshin gjatë hyrjes së tyre në një tunel. In letzter Sekunde. Kjo video e rrallë ka marrë 2 milion klikime vetëm 5 ditë pasi është hedhur në faqet e internetit, ndërsa mjekët kroatë, pranishëm gjatë realizimit të këtij veprimi spektakolar të Faith Dickey, u shprehen se kjo vajzë 23 vjeçare duhet të jetë vërtet e çmendur që provoi të realizonte një skend që shihet vetëm nëpër filmat hollywoodian, pavarësisht masave të sigurisë që ishin marrë.